Deputeti demokrat Agron Gjekmarkaj thotë se asnjë demokrat nuk e kërkon dorëheqjen e Sali Berishës nga Partia Demokratike edhe pse humbi thellë më 11 maj. Sipas tij, këtë gjë e kërkojnë vetëm socialistët dhe mediat pranë qeverisë. Jo, ikjen e tij e kërkojnë socialistët dhe pushteti, mediat pranë tyre, jo demokratët. Ai rishpiku vetveten dhe bëri një fushat jashtëzakonshme me program, ide, ritëm dhe kuraj. Projekti i Shqipërisë madhështore u shtyp, por përpjekja e tij mbetet madhështore dhe model për historinë. Sali Berisha është dhe do të mbetet një udhëheqës i domosdoshëm për opozitën dhe për vendin tonë, thotë ai. Bashkëpunimi me Sali Berishën ka qenë i ngushtë dhe me shumë besim të ndërsjell. Ai është një lider që njeh mirë sfidat dhe që i ka përballuar me kuraj dhe strategji. Nuk kam pasur kurrë një ndërhyrje për të bërë diçka që del jashtë natyrës sime të komunikimit. Kam punuar për të realizuar vizionin e tij për PD-n dhe opozitën, që nga dita e bashkimit duke u përpjekur të jem një zë i fuqishëm brenda institucioneve dhe jashtë tyre. Jam krenar që jam pjesë e këtij projekti politik dhe kam marrë përgjegjësinë e drejtuesit politik fitues në Lezhë, vijon ai. I pyetur pse Edi Rama fiton gjithmonë, Gjekmarkaj përgjigjet sepse ka kapur pothuajse të gjitha shtyllat e shtetit dhe i përdor ato për të mbajtur pushtetin. Ai kontrollon administratën publike, drejtësinë, mediat, ekonominë dhe ka një rrjet klientelist që siguron mbështetje në terren, por mbi të gjitha ai ka vendosmëri totale për të penguar rotacionin me çdo mjet. Çdo kryeministër në një vend të vogël me problemet kulturës demokratike e varfëri ekonomike mund të arrijë këtë për disa kohë. Kjo duhet të ndryshojë dhe do të ndryshojë me angazhimin tonë të përditshëm. Natyrisht gabimet tona në 12 vitet e kaluara i kanë lehtësuar këtë sipërmarrje, thotë Gjekmarkaj.